Me 91 vota për, 17 kundër, asnjë abstenim, Kuvendi miratoi në parim projektligjin për amnisti. Kuvendi i Kosovës miratoi në parim projektligjin për amnistin me mbështetjen thuajse të gjitha partive. Ky draft që u votua me 90 vota u kundërshtua vetëm nga 17 deputet të lëvizjes vetëvendosje. Ky ligj e kthen mbrapsht procesin e shtetëndërtimit të Kosovës. Logjika elementare e shtetëndërtimit thotë se shteti tenton drejt imponimit të kushtetueshmërisë dhe rendit institucional, duke i forcuar ata që punojnë për këtë rend, si dhe duke i ndëshkuar dhe dobësuar ata të cilët e cënojnë dhe sfidojnë këtë rend. Këtu në Kosovë po ndodh e kundërta. Të gjithë ata qytetarë vullnetmirë, atdhetar dhe guximtar, të cilët në vazhdimsi e kanë luftuar krimin në veri, me në krye herojnë e rënë Enver Zymberi, ky ligj u kuptimson përpjekjet dhe sakrificat që ata i kanë bërë. Kurse të gjithë ata që e kanë luftuar pavarësinë, i kanë djegur kufejt e Kosovës 2 herë, kanë kontrabanduar, kanë rrahur shqiptar në veri, i kanë përzën ata, u kanë uzurpuar banesat, i kanë terrorizuar në vazhdimsi, i kanë vjedhur e kështu me radhë, të gjithë këta shpërblehen dhe trimërohen. Si parakosh që Serbia të pajtohet me këtë amnesti, kërkoi fillimisht krijimin e Asociacionit të Komunave Serbe, kompetenca ekskluzive në gjyqësor, polici, buxhet të pavarur, zhvillim ekonomik, planifikim hapësinor e të tjera. Ky ligj nuk është kontratë mes shtetit të Kosovës dhe një pjesë të qytetarëve të vet. Në këtë ligj pra nuk i kemi si palë të vetmuara shtetin e Kosovës dhe qytetarët e amnistuar. Ky ligj është kontratë e qeverisë Republikës Kosovës me Beogradin që doli nga negociatat me Serbinë. Është jashtë çdo praktike parlamentare dhe as pak demokratike, madje edhe precedent tejet i rrezikshëm që kjo qeveri ende pa kaluar 24 orë procedojnë kuvend projektligjin të cilin nuk e votoi ky kuvend. Praneni 3 projektligjit aktual, kështu siç na është sjellur, ka për qëllim amnistimin e krimit, amnistimin e gjithë atyre kriminalëve serb në veri dhe i njëjti ka për qëllim amnistimin e krimit të organizuar dhe kontrabandës. Pra amnistia paraprakisht është heqje dorë, ashtu edhe siç është hequr dorë në de facto edhe nga sovraniteti i Kosovës në pjesët të caktuara të Kosovës respektivisht në veri. Por edhe sikur të ndonte amnistia për krimet dhe kriminalet atje, dhe të përfundonte këtu krimi dhe kriminalet, do të ishte e keqja më e vogël. Por mendojmë që amnistia për krimin dhe kriminalet atje është një lloj legalizimi i krimit dhe një infuzion i ri që krimi legal tashmë të vazhdoj në këtë pjesë të territorit të Republikës Kosovës. Por, sidoqoftë, nëse do të ndodhte legalizimi, shpërberja apo edhe amnistia, ne do duhej paraprakisht të dinim që a përfshihen në procesin përveç në shpërberje, a përfshihen në procesin e legalizimit edhe strukturat e njohura tashmë dhe të pranuara nga qeveria e Kosovës, që veprojnë në veri siç janë MUP-i, BIA, mbrojtja civile apo institucionet e tjera. Pra, a do të kemi shpërberje të tyre apo do të kemi transformim të tyre në institucionet e Kosovës, përkatësisht në policinë e Kosovës, AKI, FSK e të tjera. Me 91 vota për, 17 kundër, asnjë abstenim, Kuvendi miratoi në parim projektligjin për amnisti.